Paul, me qenë se ju jeni edhe aktor, ju thatë të pëlqejnë emisionet serioze, emisionet që mund është mi pa me familje. Kur t'jesh aktor, të vjen me lujtë, do më thënë, filmat ndryshme, rolet ndryshme. Në qoftë se një ditë për një çmim shumë të madh të kërkon me qenë pjesëmarrës në ndonjë film, një film me skena erotike, a kishe pranu një gjë të tillë? Jo, nuk kisha pranu, se thjesht fusha aktrimi është shumë e gjonë, edhe aktor cilësor për çfarë do roli që merr një aktor. Në momentin që hyn në ngjyrime, merr pjesë projekte filmike, edhe identifikohesh si aktor, po thjesht ti e zgjedh se si don me u njoft, çfarë lloj aktori don me u njoft. Aktrimi ta jep mundësinë me zgjedh për rolet të cilat ti don me i bë. Normal që pagesa aty lun rol, po thjesht për mua nuk ka kurrë çmimi për pjesën e rolit që e the, pse se thjesht ndikon shumë edhe vendi ku jam rrit, kultura, tradita, edukata familjare, janë disa gjëra që këto janë shumë më të rëndësishme për mua se çdo pagesë, çdo lloj paraqitje për shembull se thjesht du më njoft një njeri për të mirë, shembull edhe nuk du me gjyku kërkon që i bën edhe ato role se dikush do të më i bë, që dhojmë, po unë thjesht du me njoft për aspektin role cilat janë shumë më shumë domethënëse edhe që i japin një shembull këtë tjetër. Ke pas sfidat ndryshme në jetë, ti the baba çdo herë ka kërku diçka më shumë nga unë. Besoj që ja ke dalë, sa ke qenë një fëmijë luftarak, me qenë se i shohin tash gjeneratat e reja, çdo gjë është e gatshme, edhe çdo gjë, më thënë, na si fëmijë ndoshta kemi vujt për një gjë me ble. Sot gjeneratat e reja i kanë pothuaj të gjitha të gatshme, edhe nuk është se ja din vlerën. Si ke pas këto sfida si fëmijë? Unë shqyr Zotit... Je knaq me pak apo jo? Po, shqyr Zotit edhe pse për këta unë jam shumë falenderoj dhe prindëve të mi se gjithmonë ma kanë ofruar një jetë mirë edhe nuk e kom pas atë stresin e bukës në shtëpi ose nuk kam çka me vesh ose diçka shqyr Zotit. I kemi pas ato mundësi, ka punu baba qysh herët kur kanë i ri edhe gjyshi edhe, po ishte një gjë interesant që prindin e kom pas në kokë gjithë herë që mos me marr atë jetë, për shembull sikur diçka që më ka taku ose diçka jo, dush me meritu çdo send. Domethënë është mënu thjesht me ma dhënë atë edukatën edhe në shkollë, edhe si në shkollë fillore, si në shkollë të mesme, si në... Kanë qenë gjanat me kushte? Çdo gjë, ke pas me meritu çdo sen. Çka do që ti don ki me meritu, ki me bën diçka për me meritu. Nuk vjen kur gjë falas, në këtë jetë s'ka kur gjë falas, e thjesht ma kanë ngulit në kokë qatë mentalitet që domon dush me punu, dush me studiu, dush me bën punën për me meritu një sen. Edhe nuk e kom pas edhe të letë, se na jemi 3 djemë, unë jam i dyti, edhe ku jenë 3 djemë në shtëpi, normalisht është ajo konkurenca edhe t'ju, cili po mëson ma shumë, cili po mrin ma shumë, cili po bën gjana ma shumë, cili fiton ma shumë respektin e nonës e babës, është ajo gjelozia. Momentin që të mëson të përgdhelin prind ma shumë. Po, pra. Edhe jemi mundu për shqyr Zotit edhe 2 vëllezër kam shumë të mirë, jemi 3 profesione ndryshme edhe jemi mundu të 3 në atë fushën tonë, domethënë me shkëlqy në atë aspektin. Vllai i madh është arkitekt me profesion, Kogja Miri ka shku edhe është i shku shqyr Zotit, vllai i vogël është jurist me profesion, edhe ai tepër mirë ka kryer studimet jashtë në Amerikë, edhe i vogël edhe i madhi, unë në Sloveni, në Ljubljanë, edhe këtu në Prishtinë, domethënë ekonomist me profesion, në marketing, edhe 3 kemi në ato fushat që kemi shku me studiu, domethënë jemi mundu më konë sa ma të mirë edhe të sukseshëm që me ja dëshmu dhe prindit që për të ardhmen jemi okej, mujna me ja dalë. A është e vërtet që ti ke qenë edhe në zonë si mirë edhe ke qenë i lasdruar? Kisha mujt me thonë,
se mosha e bën vetën, kur je I ri, normal që pak I nga edhe dajve dhe gjyshje që thojnë pak ma impulsiv, që thojnë edhe po kështu ka aspekti shkollës si kom ne gati, kom mësue krejt, po nëse dikush ma ka po pa drejt, s'ka pos shanca me jalon, dhe me thonë, mosha pak e bën vetën, je ma temperament, dhe mos mosha për 15 vjetë, 16, 17, edhe më jenë atë fazën që menon që mund është me fluturu, që thojnë, po shqyr zotit, çdo gjë ka shku mirë edhe ku më arrit pak a shumë e mojt atë balansin. Edhe kur kom bë probleme, mu ka arsyetu pak kjo pjesa që kom mësu, I kom ne gati dhe shkollës e këto, edhe pak me mshel në qatë aspekte. Njetë kena shumë sfida, nga njëherë kem ngritje, nga njëherë ramje. Cili është motivi juaj, kur te e ke ndoshta fillon një ditë shumë të mirë dhe bjeni diçka që ta hub motivin. Cili është qëse që ty të motivon për me vazhdu tutje? Njeri normal gjatë jetës, po edhe gjatë të ditëve normal gjatë javës, gjatë muajit ose gjatë vitit, shpesh të shprohet me situata të ndryshme të caktuara, po qesi për me arrit më smunal edhe me ecë përpara është vetëm me kujton në për çka ke kalu, edhe je falenderus në për çato, edhe çdo gjë që të ka ndodhur, e sheh pe anës mirë, pe kondit tjetër, domethënë që e sheh sikur mësim, edhe veç çka më dëshpëron më shumë ti është kur për shembull njerëz që nuk e ke prit edhe dëshpërojnë për shembull, po prap ja loj fajin vetit, tham se ai person nuk ka qenë ashtu, po unë kom mendu që ka qenë qasi personi, realisht. Pse ndoshta I kom besu, apo pse I kom jap hapësirë? Hapësirë, po, edhe po janë gjëra që ndodhin, është procesi I jetës, edhe thjesht çka mas shumë di që më pengon është kur e shoh dikush që flet për dikan cili nuk e njeh personalisht, nuk e din kush është. Edhe shpesh kur rrin një telefon sheh Facebook ose postime në Instagram ose dikujt për shembull figurave publike dhe I lexon herë I kshin një komentet për kurreshti atë edhe e sheh sa shumë njerëz qesin që thonë kjo fjala apo mlef, domethënë edhe thjesht nuk e kuptoj çfarë sen tam pse atë me fol për dikan ose me thonë me fol diçka keq ose ku di unë kur nuk e njeh atë person, domethënë veç që ke pa dhe tash pe jep një përshtypje, një koment, një diçka është ti pe qet jashtë, domethënë po ai koment po lexohet. Atë që ka raste plot që po shoh. Edhe bile bash dje një lajm të lexu atje në Amerikë për një kryetar një shtetit Amerikës atje që ka komentu, domethënë që ky person duhet kështu e kështu duhet me bëj apo këto, duhet me apo këto. Edhe ai është në kuvendin komunal që I thonë këtu në Kosovë, si më thonë të Floridës. Edhe mendoj që çaj person ka ardhur në Florida për pushime dhe ka dalë tash ti çaj, si më thonë tash këtu në Shqipëri vjen asambleisti I komunës, ka dalë në aeroport e ka prit me polici, ka thonë unë jam ky që e ke fol keq në koment, ke kërcënuar krejt, ja ku jem. Jo, unë veç kom fol e kom shpreh menimin tan, po, me ke shpreh menimin tan, po nuk e ke shpreh mirë se është Çe ku jam. Çe ku jam, do thonë, edhe unë kam drejt me menu që ti ke ardhur për çet arsye këtu, nuk ke ardhur me pushu. Edhe kjo duhet me kuptu që hala nuk kemi mrinë atë kulturën që me pas kujdes çka flasim, edhe çka shkruajmë, edhe çka thujmë ndaj dikujna se fjala vret, fjala është shumë e rëndë, ka pesë. Sa je person që I merr gjërat afër zemrës, I kam fjalën te familja, duke filluar nga familja, nga rrethi I ngushtë, nga shoqëria, ke pas sfida shumë edhe kemi sfida shumë në jetë. A ka ndonjë moment që je zhgënjur nga një person edhe domethënë ndoshta je mbyll për një kohë në veten tënde duke qenë I zhgënjur ndaj një personi që ndoshta ke prit shumë më shumë nga ai edhe nuk e ke prit një zhgënjim të tillë. Në punën që e bëj unë për shembull, edhe thjesht s'ka njeri që nuk është zhgënjur prej dikujna. Po tu kalu vitet dhe koha dhe përvoja të bën me kuptu që siç e theka më herët, ata persona janë tillë, vetëm mendjen tonë, ata janë kon çu I ke imagjinu ti. Edhe kom kuptu që
jam prek edhe unë edhe jam dëshpëruar krejt, po ma vonë kam kuptuar që ka qenë gabim. Nëse ti thjesht që për ma shembull pres diçka unë për me realizu ti diçka në bashkë me mu edhe ti nuk e bën ato edhe unë nuk ban mu dëshpëru se ti thjesht nuk e sheh ashtu. Edhe shumë thjesht. Se ke mendu ti? Nuk e ke mendu ti ashtu, pse ku mendu unë e ti jo. Domethënë duhet me ditë me bë dallimin e diferencimin që ti je ti edhe ai është ai ose ajo është ajo. Thjesht mendoj që çdo sen që ndodh secili person ndodh për një arsye. Edhe nuk ndodh kur gjon këtë botë pa e provoku ti vet, pa e nxit ti vet. Domethënë çdo sen ndodh për një arsye. Domethënë edhe zhgënjimet që na ndodhin vazhdimisht, mendon që nëse ndodh një zhgënjim çdo herë edhe pala tjetër është i përfshirë ndonjë diçka të keqe që e ka zhgënjur tjetër. Edhe atë personin tjetër e ka zhgënjur dikush. Domethënë është zinxhir, është procesi i jetës që thjesht duhesh me pas kur mësim që mos me prit prej tjerëve, mos me prit prej njerëzve, domethënë vetëm prej vetvetes. Se kemi gjithmonë pritshmëri të mëdha nga shoku, shoqja dhe kur njëjtën nuk na kthejnë me të njëjtën monedhë, ne totalisht jemi të zhgënjur. Mendja është shumë interesante, se mendja shkon kahmos. Njeri duhet me përgatitë veten në atë nivel që me i vendosë edhe mure, edhe mendjes tonë, mos me lënë me shku mendja kahmos, me mendu çka mos. Se është shumë interesant është me njoft mendjen tonë, trupin tanë, edhe me shku ka ajoja që me menu gjonat mira, gjonat shnetshme, jo mja bo vetit rafsh, po me konë në tokë, edhe me qenë realist, edhe ato që tonë me mri, me punu vërtet në qatë drejtim, edhe mos me leju, mja vendos muret vetës, si shtash, mos me leju emocionet me të përfshi, mu prejk emocionalisht edhe me ndiku ajo për shembull në tarmen tonë ose në projektet e tua ose diçka. Thjesht është më konë i arsyeshëm çdo sen, më konë real, me konë në tokë, edhe pritshmërit me i pas sa më të vogla, po punën me bon sa më të madhe në atë drejtim. Që kur të mrin për shembull, a ke pa shumë njerëz që kanë rrinë jetë, është shumë interesant kur i ndëgjon kur flasin që thotë unë kam ditë këto që kam me mri, unë kam jam përgatitur për këto, kam ditë që kam me mri çto, se kam bë këto, se ai thjesht e ka imagjinu edhe ka punu në atë drejtim edhe e ka mri. Tjerët habitën rrethi, mirë po ai është i vetmi person i cili nuk është i habitun ose i çuditun që thonë pse ka mritë aty. Se vetëm shpirti i tina e din çka ka kalu për me mri në qatë pikë. Ndoshta nuk dohet gjithmonë vetëm me fjalë, thonë dojna me arrit çto, nëse vazhdimisht nuk e praktikojmë edhe punën apo mja bëj hizmetin, nuk mundu me arrit atë. Që ka shumë njerëz që janë shumë taft edhe për profesione caktuar, po thjesht nuk ka mujt me gjetë veten, nuk din se si me gjetë vetë për çka është i mirë.